بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إبراهيم حمد الله تعالى رسول راشتو سيشة مريتنا جل شأنه سلامة دروي محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام فاميليا الشوق وذا جد besimtarve cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Edhe sot me lenin Allah të lartësuar vazhdojmë me shpjegimet nga komentimi i Kur'anit famlart e libri Ibn Kathirit rahmetullah alayh wa ala ulama al-muslimin jami'an. Dhe jem tek kapitulli Al-Baqara gjithsesi ajeti 109 dhe 110 ku me lenin Allah të lartësuar sot do i shpjegojmë këto dy ajete dhe do marrim mësime të rëndësishme me lenin e Zotit xhalla shanuhu për jetën tonë, e cila jetë është një herë dhe nuk ka kthim mbrapa, pra rrugtimi jonë është tek Allahu xhalla wa ala dhe nuk ka mundësi që njeriu masi të vdes të kthehet edhe një herë dhe të vazhdon jetën e tij. Por neve Allahu xhalla wa ala ka dërguar librin e tij fisnik në mënyrë që rrugtimi jonë të jetë konform asaj që Allah e lartësuar don prej neve. Ajeti në vazhdim Allahu Jalla wa Ala thot wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Allahu Jalla wa Ala thot në këtë ajet të Kur'anit shumë nga idhtarët e librit, edhe pasi që i është bërë e qartë e vërteta, nga zilia e tyre personale dëshirojnë që pas besimit tuaj t'ju kthejnë në mosbesimtar. Dëshirojnë që pas besimit, pas imanit juaj t'ju kthejnë në pabesimtar, në kufar. Pastaj Allahu Jalla wa Ala thot fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. I thot Allahu Jalla wa Ala Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ju thot lini dhe largohuni prej tyre. Hatta ya'ti Allahu bi amrih. Derisa Allah azza wa jalla ta bën një vendim për këtë çështje. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allahu ka mundësi për çdo send. Pastaj thot wa aqimus salata wa atuz zakata, falani namazin dhe jepni zakatin, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Thot dhe çfarë do të mire që ju e veproni, pra nga vetja juaj, tajiduhu 'inda Allah, keni me gjetë tek Allahu xhalla shanuhu. Pastaj thot inna Allaha bi kulli shay'in basir. Allah xhalla wa ala pastaj përfundon ajetin me thonë inna Allaha bima ta'maluna basir. Allahu azza wa jall padyshim që çdo gjë që ju veproni është në vërejtim dhe është hallësisht i njoftuar. Këto dy ajete të dashur vëllezër, neve si musliman na dhon disa rregulla, disa mësime që janë teje të rëndësishme. Pra për shohmë gjithashtu debatin hala vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë me jehudët. Ende vazhdon debatin dhe ende i vazhdon polemikat për kitasi me rrugën e drejtë. E Allahu azza wa jall po thot një shumicë, një grup nga ahlul kitab, kush janë ahlul kitab, i thartë e librit? Idhtarët e librit janë jehudët dhe të krishterët. Mirë po ky ajet, Allahu Teala alam, e ka për qëllim jehudët e Medinës. Ky ajet decidivisht i ka për qëllim jehudët e Medinës. Bile disa tefsirolog thojnë, shkak i zbritjes së këtij ajeti janë disa koka të jehudëve të Medinës, të cilët e kanë gjykue dhe kanë fillu të fyën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet vjershave të tyre. Sikurse që ka qenë Ka'b ibn al-Ashraf, ka qenë gjithashtu Huyej ibn Akhtab edhe Abu Yasir. Ta tre arab jehud kanë qenë prej atyre kokave të cilët e kanë fyer Resulullah sallallahu alaihi wasallam sistematikisht. I kanë pengu njerëzit nga rruga e Allahut azza wa jall. Kanë dëshiruar që t'i kthejnë musliman nga besimi, nga imani në mosbesim në kufër. Edhe Allah azza wa jall po thot, pastaj një shumicë e tyre dëshirojnë që juve, pasi që ju ka ardhur atyre e vërteta, e kanë pa qartë të vërtetën, nga zilia e tyre personale, nga hasedi i tyre personal, dëshirojnë me ju nxjerr nga feja e Allahut azza wa jall dhe me ju kthy në mosbesim.
Dëshirojnë me u kthy në mosbesim. Allah Azza wa Jall thot hasadan min indi anfusihim. Kan pas hased min indi anfusihim, nga personali e tyre. Pse Allah Azza wa Jall thot kan pas hased nga vetja e tyre? Për arsye se Allahu Jalla wa Ala në Tevrat nuk I ka urdhëruar mi pas hased njerëz. Për t'ja bë me dije që edhe muslimanëve ta shëgojnë, po deri në kiamet, Allahu Jalla wa Ala në librat e tij fisnik, të cilat I kanë ndryshuar me durrët e tyre, nuk I ka urdhëruar ata që të kenë hased ndaj muslimanëve. Përkundrazi I ka urdhëruar wa qulu lin-nasi husna. Ju ka thonë thuni njerëzve fjalë të mira, urdhëroni njerëzit për mirë. Kur dikush kërkon këshill për juve, këshillone. Pasoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pra nga vetja e tyre, nga inati I tyre personal, kanë dashur edhe muslimanët të cilët janë udhëzuar mi largu nga rruga e drejtë. Nga hasedi, nga zilia. Pse kanë pas hased musliman? Cila ka qenë arsyeja? Pse mi pas hased musliman jehudit? E asaj kohë po edhe të sodit. Për arsye se e kanë vrejt mirë dhe qartë që ymeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ymeti më I mirë. Ymeti Resulullahut është ymeti më I mirë që ka në tokë. E kanë vrejt që libri më I mirë që ju ka zbrit ndonjë pejgamberi është Kur'ani famlar. Pejgamberi më I mirë nga ulul azmi min ar-rusul, prej ulul azmi që janë 5 është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shariati më I mirë dhe më I lehtë që I ka zbrit ndonjë pejgamberi është shariati Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që ju bëha qartë atyre vërteta, filluan nga zilia. Nga zilia që s'u erdh për atyre, po ju erdh arabëve, I urrenin muslimanët dhe dëshironin që t'i kthejnë në mosbesimtar. Dëshironin që t'i kthejnë në mosbesimtar. Shikoni dashur vëllezër sa I rrezikshëm është hasedi. Shikoni sa I rrezikshëm është hasedi. Hasedi është smundje e zemrës. Hasedi ulema Islami thonë është min kebair dhunub. Është prej gjunave të mëdha. Hasedi është prej gjunave të mëdha. Barazim me alkoolin, barazim me zinon, barazim me bigjozën. Hasedi. Ka për ulemave që thonë është prej gjunave të mëdha, për arsye se robi nuk pajtohet me kaderin e Allahut. Nuk pajtohet me kaderin e Allahut. Hasedjiu nuk pajtohet me kaderin e Zotit. Për këtë edhe është prej gjunave të mëdha. E kundërshton Allahun xhallahu ala që ja ka dhënë mirësi muslimanit. Gjunahi I parë që e bëri krijesa është hased. Iblisi alayhi la'natullah. Hased e pat Ademin alayhis salam dhe u dëbua prej xhenetit. Pra gjunahi I parë që ju ka bërë Zoti xhalla xhelaluhu është hasedi. Është inati, është zilia, sepse Ademit ja pat zili Iblisi alayhi la'natullah dhe u dëbu nga xheneti. Edhe Allahu xhallahu ala sikur po don ma tregon këtë ajet që mos u bëni prej atyre që e ndjekin në rrugën e Iblisit, që I ka hased njerëzit e mirë, I ka hased ata që Allah ju ka dhënë begati. Po bëheni njerëz të cilët e ndjekin në rrugën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasedi dashur vëllezër ndahet në 2 kategori. Hasedi ose zilia ndahet në 2 kategori. Kategoria e parë është ajo zilia e cila është e pëlqyeshme. Zilia e pëlqyeshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot la hasada illa fi ithnatayn. Nuk ka hased, nuk ka zili, vetëm se në 2 gjëra të hajrit. Thot e para, një njeriu thot Allahu xhalla wa ala I ka dhënë pasuri. Edhe ai I jep nga pasuria e tij me kënaqësi Allahun dhe të dërguarin e tij. I mban lidhjet farefisnore, ndihmojnë atyre që kanë nevojë, edhe besimtari muslimani kur e sheh që kjo është duke I ndihmuar të tjerëve, thot sikur kisha si filani, kisha më ndihmu edhe unë të tjerëve. Kjo lloj zilie është e pëlqyeshme. Ky nuk ka hased në pasurinë e këtij vëllau musliman. Nuk ka hased. Po çka thot? U kënaq të bëj sevap. Allahu I ka dhënë bereqet. Allahu I ka dhënë mira, u kënaq të bëj sevap. Sikur tisha edhe unë sikur ky, kisha më vepruar njëjtë. Allah azza wa jalla ja shkon sevap. Pra, kjo është zilie e pëlqyeshme. El ghibta I thonë gjuhën arabe.
E dyta, thot një njeriu që Allahu xhallahu ala i ka dhënë hikme, urtësi, ka disa rivajete thonë ja ka dhënë Kur'anin. Edhe ai me Kur'an lexon, ja mëson të tjerëve, kënon me to. Ky thot sikur ti isha dhënë se filani kisha me vepru njëjtë. Sikur Allah më jep të Kur'anin edhe unë do lexoja kështu, edhe unë do e i mësoja të tjerët, edhe unë do ja shpjegoja të tjerëve. Ose sikur Allah më kishte dhënë urtësinë edhe mu, edhe unë do ja mësoja njerëzve urtësinë, do i gjykoja me drejtësi, do ju japja urtësi dhe dije të dobishme. Ky hased, kjo zili është e pëlqyeshme, është e pëlqyeshme. Pra robi ka qef me qenë sigur dikush që bën vepra të mira, mirë po pa e patur zili që më ju largu atij mirësia. S'ka inati. Edhe kategoria e dytë që është për gjunave ndaja, është zilia apo hasedi i nënçmuar, i urryer. E hasedi i urryer do 3 kategori, edhe kjo është më rëndësi me marrë vesh. Pra, hasedi është 2 lloje. I pëlqyeshëm dhe i urryer. E i urryeri ndodh 3 kategori, rrezik mas rrezikut. Hasedi i urryer ndodh në 3 kategori. Kategoria e parë është me pas zili dikujt veç pse Allahu i ka dhënë mirësi. Me pas zili, me të ardhi inati që dikujt Allahu xhallahu ala i ka dhënë bereqet, i ka dhënë dije, i ka dhënë fe, i ka dhënë pasuni, i ka dhënë shëndet, i ka dhënë të mira materiale, cilla do të qofshin ato. Edhe ja ka inati pse Allah azza wa jalla ja ka dhënë. Kjo është kategoria më e ulët e hasedit, po shumë e rrezikshme. Shumë rrezikshme. Sepse është prej gjunave të mëdha. Kategoria e dytë është hala më e rrezikshme. Me ja pas zili vllaut tën, pse Allahu i ka dhënë mirësi, edhe me pas qef që mirësia me ju hiq atij edhe me ortë ti. Kjo është hala më e rëndë. Pra kategoria e parë ishte që Allah azza wa jalla i ka dhënë dikujt mirësi, edhe dikush ja ka zili edhe inati edhe hased, po nuk ka qef me ju largu mirësia. Kategoria e dytë është më e rrezikshme se e para, sepse ka dëshirë që ati me ju largu mirësia edhe me ju ardhë këti. Në qoftë se Allah i ka dhënë pasuni, ai ka qef ato me po për toke. Me ju largu krejt pasunia, e me ardhë tina. Qoftë se Allah i ka dhënë shëndet, ai ka qef, ka dëshirë që ai mos mu. S'me pas shëndet. Qoftë se Allah i ka dhënë fëmijë, ai kënaqet kur ta shef të i çutë vorrët fëmijë. Si ka njerëz të smutë. Ka njerëz të tilla, ka kollaj plot. Sidomos në shqiptar, na hasedin e kem, kur gjatë na si janë sehri çka është hasedi. Sehri pak është të popullon çka është hasedi, zilia, smira. Pra ka qef, dhe kjo është definicioni i hasedit. Ka dëshirë që mirësitë që ja ka dhënë Allah azza wa jall një robi musliman, mi u largu atij edhe mi ardh këtij. Dhe kategoria e tretë që është hala më e rrezikshme. Më e rrezikshme prej kategorisë së hasedit. Që është, ka dëshirë, më thonë ja ka inati, ka hased që Allah i ka dhënë mirësi, ka dëshirë që mirësia më ju largu atij dhe me ardh të kë, edhe nuk nalet me kaq. Qohet edhe vepron për më ju jek mirësia atij. Kjo është kategoria më e rrezikshme. Thonë qohet, vepron që dikujt që ja ka dhënë Allah një mirësi, me ju largu atij kjo mirësi. Sikur se këta kokat e jehudëve në Medinë, që nuk ju mjaftu që e kanë pas zili musliman, nuk ju mjaftu që më ju largu muslimanve imani dhe më i kthy në kufër, po kanë dalë dhe kanë vepru, kanë thurë vargje kundër Islamit dhe kundër muslimanëve. Me vepra. Sikur se vëllezërit e Jusufit alayhis salam. E kemi edhe në Kur'an rastin tjetër. Vëllezërit e Jusufit nuk janë mjaftu me hased që ja kanë pas zili Jusufit alayhis salam, që Allah babës vet ti veç Jusufin pedon. Kjo është kategoria e parë. Veç Jusufin pedon ti. Kategoria e dytë kanë dashur me ju largu, e kanë marrë Jusufin pe Jakubit. Kur vjen surja Jusuf inshallah. E kanë marrë pe Jakubit, kanë thonë po dojna me ahekit mirësi kit. Kategoria e tjetër kanë dashur me mbyt krejt. Kanë dashur me mbyt Jusufin alayhis salam në mënyrë që ajo mirësi që Jakubi pa e don Jusufin, me i dash pastaj këta.
Kjo është kategoria më e rëndë e hasedxhiut. Allah na ruaj prej tij. Është kategori e rrezikshme shumë vëllazër. Sepse kjo cilësi është cilësi e Iblisit alayhi la'natullah, është cilësi e jehudëve dhe nuk është cilësi e muslimanit të mirëfillt. Muslimani nuk gëzohet kur i largohet mirësia në vëllau musliman. Muslimani gëzohet kur vëllau musliman përparon, kur Allahu xhalla wa ala i ka dhënë bereqet, kur Allahu i ka dhënë mirësi, kur Allahu e ka udhëzuar rrugën e drejtë, kur i ka evlat të hajrit, kur Allahu i ka dhënë bereqet, gëzohet gjoksi i muslimanit. Do të më gëzohet gjoksi i muslimanit, jo me pas hased, zili edhe inat. Për arsye se s'është cilësia e muslimanit. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, hasedi i han sevapet, i glabron sevapet e robit, sikurse që i han zjarri drut. Sikurse që i han zjarri drut. Kështu e han robin ai që ka hased. Hasedxhiu më përpara e mbyt veten e vet, se sa pastaj që ti bëj dëm atij që e ka bë hased. E mbyt veten e vet. Për arsye se jeton rahat. Nuk jeton rahat. Ai e han veten e vet nga brenda. E prish zemrën e tij, e prish imanin e tij. Për shkak që Allahu xhalla wa ala i ka dhënë mirësi dikujt sikurse Ka'b ibn Ashraf, Huyay ibn Akhtab edhe Abu Yasir, të cilët nuk janë mjaftuar me zili dhe me inatin ndaj muslimanëve dhe me hased, por çka e kanë hamur veten e vet derisa kanë dalë haptazi, kanë thurë vargje kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë dashur që muslimanët me i kthy në pa besimtar për shkak të hasedit, zilis që Allahu xhalla xjalaluhu ja ka dhënë muslimanëve. Ja ka dhënë muslimanëve mirësit, hasedi, zilia ka dashur me i mbyt. Prandaj këto cilësi duhet me largu muslimanët. Duhet me largu muslimanët se thash fatkeqësisht populli jon vun nga hasedi. Vun nga hasedi. Hasedi është aq i madh sa që shpesh ndodh që njerëzve me pas çederën në shtëpiat e tyre, me pas probleme për shkak të hasedit të dikujt. Për shkak të hasedit të dikujt. Aq është i rrezikshëm, saqë ka në hadithe që hasedi e fut njeriu në varr dhe e fut devën në kazan. Thon, ka mundësi me mbyt njeriu në hasedin nëse robi nuk rrin gati me dhikr të mbrëmjes dhe me dhikr të mëngjesit, me namaz, me agjerim, me vepra të mira nafile, i bën dëm shumë hasedi njeriu. Syni i presht, që thonë të ne, syni i presht. Mos me të pas syni i presht. Edhe ka thonë, fut devën e fut në kazan. Me pa dikush devën të hec, aja bjen tokë edhe duhet me therr me fut në kazan, sepse për ndryshe ngorë. Edhe ka njerëz të cilët janë hasedxhit mëdhaj, sytë e presht, sa që me po një lopë të kalue, rëzohet edhe prishet. Për shkak se nuk din çka është mirësia e dikujt ndaj Allahut. Nuk do me thonë, mashallah, te barakallah, bismillah, Allah i qoftë bereqet. Pra, ka hased i cili ka mundësi e mbyt edhe njeriu. Për këtë Allah azza wa jalla thot, min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Pasi atyre ju qartësua vërteta. Cila e vërtet ju qartësu? Thot Imam Qatada, sa i përket kësaj pjese të ajetit min ba'di ma tabayyana lahum al-haq, pasi që ju bëhet qartë atyre e vërteta, yaqul tabayyana lahum anna Muhammadan Rasulullah. Ju është bëhet qartë atyre jehudëve. Ahlul kitab, thtarët e librit që Muhamedi është i dërguari i Allahut. Wal islamu dinullah, edhe Islami është feja e Allahut. Në vend që këta kur e kanë marrë vesh që rruga e drejtë është Islami me e pasu, kanë pas inati. Pse Islami është rruga e drejtë? Pse filani po përparan? Po mirë dhe, a ti pse s'pini ma filanit? Filani po thot dyrë qeli ki, hajde dhe ti Allah, përparojnë a bashkë. Islami ka dyrë qeli për krejtë. Së është fe nacionaliste, është fe universale. E janë i krejtë më shkojnë në gjenet bashkë. A, për asysh fargjuhë folti, ja, pëse së orë të one. E pas të shkanë. Për këtë thot gjithashtu Ebul Alije, yaqul tabayyana lahum, ju është qartësu atyne, në Muhammeden Rasulullah, që pejgamberi është i dërguari i Allahut, yajidunahu maktuban indahum fi at-Taurati wal-Injil, e gjejnë të shkruar tek ata në Tevrat dhe në Injil. Pasi që ju është qartësu gjitha kjo, ka pas hased, kanë dëshiruar që muslimanët me i kthy në mosbesimtar, Allahu na ruaj. Pastaj Allah azza wa jalla thot fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amrih. I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, falja atyne. Falja atyne. Shikoni Islami dhe çfarë drejtë. Mos u merr thot me ta. Largohuni prej tyre, faljem atyne. Fa'fu
Afu, në gjuhën arabe, al-afu është me fal. Kur dikush të ka bo një gabim, kur dikush të ka ngacmu, kur dikush të ka bo një qeder, të ka fy, ka shkrujt kundrejt teje. Al-afu është me fal, mirë po, ka mundësi që t'ja përmen gabimin, ko pas kohë. Ja fal, ama s'ki qefërt me po afër syve. Sigur se Resulullah që ja ka fal Wahshijut, kër e kam byt Hamzën, ka thonë po islamin të pranojna, Allah e thot qoftë xhenet, ama para syve mos më del më kurrë. Kurrë mos më del para syve se e kemi byt Hamzën. Më thonë, el-afu është me ta fal, ama s'ka qef me të pa. Ta përmen gabimin. Wasfahu, kjo është haloma, safh është me ta fal dhe mos me ta përmen më kurrë. Allahu Jalla wa Ala për thot Resulullah, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fale o atyne, la mos u merr me ta. Wasfahu, mos ja përmeni hiç ato që ju kanë fy, kanë shkruar vjersha kundër juve, po dëshirojnë ju kthy në mosbesimtar, mos ja përmeni kur. Hatta ya'ti Allahu bi amri, derisa Allah Azza wa Jall bën vendim për ta. Bën vendim sepse nuk më lën rahat, derisa Allahu Jalla wa Ala pastaj pas ca viteve i bjen ajetet që ja vlejon muslimanëve luftën dhe mo vëllai që më ta dhe me luftë, se mos ka me derë tjetër. S'ka me të derë dialogut, Allahu Jalla wa Ala e zëvendëson me ajetet të cilat ja vlejon muslimanëve ballafaqësimin me mushrikë dhe ballafaqësimin me ahlul kitabin me luftë dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam miret me ta ashtu siç Allah Azza wa Jalla ka shpjeguar në surën At-Tauba dhe në ajete të tjera të surave të Kur'anit. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, dhe Allah Azza wa Jall ka mundësi për çdo sen. Pastaj Allah Jalla wa Ala thot në ajetin e vazhdim, wa aqimus salata wa atuz zakata, faleni namazin dhe jepni zakatin. O musliman, mos u merrni me ta. Mos u merr me çdo kënd Allah. Ajeti i Kur'anit po tregon, mos u merr me çdo kënd që del në rrugë. Të fyn, mirët me ty, fol para pa shpinës, mos u merr me to. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Faleni namazin sepse namazi është pastrim për juve, për mbrëmësinë e juve. Wa atuz zakata, edhe jepeni zakatin sepse zakati e pastron ato që është jashtë me juve, pasuria e juve. Pastron, vazhdo në rrugën e Zotit. Mos u merr me çdo budall që del për masë dhe fol për ty. Mos u merr me to. Mos u merr se s'ja vlen. Desh fale, desh mos ja fal, po mos u merr. Fale namazin, jep zakatin, bo vepra të mira. Mos u merr me njerëz që cilët merren me vepra të liga, sepse jetë mbrapa ti si musliman. Jetë mbrapa, nuk ja vlen muslimani me hub kohë me çdo kënd. Nuk ja vlen që me fitu çdo debat. Se s'ja vlen debati me çdo kënd. Këto kuptuar mirë. Nuk ja vlen debati me çdo kënd Allah musliman. Ti vazhdo rrugën tonë, vazhdo rrugtimin tonë. Mos u nali për çdo njeri që del si pengesë gjatë rrugës. Qoftë ai familjar, qoftë ai punëtor, qoftë ai kushdo qoftë ai, e shet që ai nuk merr vesh, vazhdo rrugën ti dia. Sepse drenushën e nxen luani për shkak se shpesh e kthen kokën mbrapa, e humb shpejtësinë. Jo që luani është më i shpejt, po e humb shpejtësinë, tu kthy me kështu ku met luani, e nxen pastaj. Tu kthyna më umar me lloj-lloj vagabundi, me lloj-lloj njeriu që s'ja vlen më umar. Po na ngadalësot rruga për te Allahu, e Allah po na tregon thotë o musliman, aqimus salata wa atuz zakat. Vazhdo në rrugën e juve, mos u merrni me ta. Falë namazin, jepni zakatin, vazhdoni veprat e mira, mos çoj kokën çka folën ti jetë brapa. I kanë dalë nudhe, kanë thurr vargje, kanë bërë shkrime, bën emisione, ti mos intereso, vazhdo rrugën e drejtë. Pastaj thotë Allah Azza wa Jall, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. O musliman, çfarë do e mirë që e përgatitni ju? E jepni tuqaddimu li anfusikum për veten e ju, për shpirtin e ju. Në këtë dynja tajiduhu 'inda Allah, keni me gjetë Allah Azza wa Jall. Çdo sen që ne e veprojmë për Allahun, kemi me gjetë tek Allahu Xhallahu Ala. Për këtë Zoti na mëson thotë, mos u merrni me ta, bëni vepra për shpirtin e ju, edhe vazhdoni rrugën. Për shpirtin e ju punoni, sepse keni me shku tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye dashur vëllezër, Omer ibn Khattabi radiyallahu taala anhu ka dalë te varrezat e Baqi në Medinë. Ka dalë te varrezat
al-Baqi në Medinë dhe ju ka fol vorrave, ka fol me varrezë. Ka thonë, apo dëni mi ngu lajmet e na, çka ka ndodhë? Omeri radiallahu ta'ala. Pa do mi ju ka dzu lajmet. Ju jeni shku s'kini ndëgju lajmet, që për jo jep ka thonë lajmet une. Ka thonë, sa i përket familjarëve që i kini lanë, ju në martu vëllaj, si kanë prita. Ju në martu, gratë që i kini lanë brapa, ju në martu. Ka thonë, shpia që i kini lanë, tjetër kush të banu në tu. Tjetër kush të banu. Pasunin që i kini lanë, ka thonë, ja u kanë do, s'ka më për megja më përlatë, ja u kanë do megja të ketë, s'ka më asi megja. Ka thonë, që kjo është lajmi të na. I ka ardhë Nizam ibn Khattabit, radiallahu ta'ala, ka qenë njëri evliya i Allahut. I ka ardhë Nizamerit, radiallahu ta'ala, dhe ka thonë, Omer, qka kem punu ne, e kem gjetë e ka Allah subhanahu. Qka kem punu në dynja, për shpirtin ton, e kem gjetë vëllahu të ka Allahu gjalla wa ala. Dhe qka kem dhanë sadaka, për shpirtin ton, wallahi e kem marrë fitimin, e kem gjetë fitimin, të ka Allahu gjalla wa ala. E qka e kena lanë brapa, e kena hum. Që e kena lanë brapa? E kena hum vallahi. Për këtë Allahu gjalla wa ala për thot, punoni, sepse kini me gjetë të ka Allahu gjalla wa ala. Ma së merri me gjetë kam. Punoni për shpirtin e ju. Punoni për shpirtin e ju, sepse kini me gjetë të gjiduhu inda Allah. Gjdo khajrë që e punoni kini me gjetë të ka Allahu gjalla wa ala, si kërsa Omeri që ju ka thonë tyne dhe ata ja kanë këty përgjigjen, Allah ja ka mundësu me ja këty përgjigjen, dhe të po vëllaj, që ato që e kena punu në dynja për Allahun e kena gjetë, që ato që e kena dhanë për shpirtin ton, e kena gjetë fitimin, që ato që se kena dhanë edhe kena pas lanë, kena pas met, ta maqarë, Allah e kena hupë se e ka marrë të tërkush. Ka marrë të tërkush. E ka nda pas taj të tërkush. Për këtë thot një prej poetëve, Islam dhe me këtë për përfundojmë, thot, kur linde ti o robi Allahut, ti qaje, a më tjertë kanë qesh për i gzimit që ke arë në këtë dynja. Për i gzimit që ke arë në dynja kanë qesh, a ti ke qajt kur i arë në dynja. Gjitho fëmi që i del qanë. Ka thonë, puno për një dit, që kur tjerët qajnë për ty, që po shkon për i kësaj dynjaje, ti je duke qesh edhe i ratë. Shumë në mënësi. Këtë fjallë me marrë vesh vëllaj mjafton. Puno ka thonë për një ditë, që kur tjerët qajnë edhe për cilën, gjenazën, edhe shkon të varezat, ti je duke qesh. Ti je duke qesh. Ti je i gzum. Pse i gzum? Se ke punu për këtë ditë. Ke punu për ahiret. E ke ditë që qka punon ki me gjetë e ka Allahu Gjelle Gjelaluhu. Qka do të qoftë ajo ki me gjetë se vapin e sajt e ka Allahu Subhanahu wa Ta'ala, edhe Allahu nuk ja hu mundin robit e ti, e përgëzon me gjenet në momentit e vdekjes, edhe shkoni ma shpejt qënëm të varezën, më shku të zotë. Tjerë të shajnë ti duke qesh, ti e rahat. Ti e rahat. Kur ne kem qajt kërë namë këtë dynja, tjerë të jo gëzu, e ne e lusë me Allah në Gjelle wa Ala, që kur tjerë të qajnë për neve, ne ma u qenë të gëzuar, për shkak të veprave të mira, dhe mos ma u marë me ata që flasin rreth neve. Sikur që nuk është marë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sepse Allah azza wa jalla ka thonë fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amrih. Mos u marr me ta, leni, largoni prej tyne, falni namazin, jepni zakatin, bëni vepra të mira sepse keni me gjetë tek Allahu subhanahu wa taala, derisa Allah të vendosë për ta, kur të vendosë për ta, merrni pastaj me ta. Edhe ju marr me ta dhe e ka vazhdu rrugtimin Resulullah, e ka vazhdu rrugtimin e tij, e ka vazhdu veprën e tij të mirë, e ka vazhdu sahabët veprat e mira, nuk ju ndal rrugës çdo pengesë që ju ka dal, çdo i çmendur që ju ka dal çdo rrugës, ti më marr me ta, më shkru për ta, më marr me ta me humb kokët. Edhe në fund, kur nalesh dhe e shikon, ti si e kërka me veprat e mira. Pse? Tu marr me çështje mëdhaja. Me çështje mëdhaja të umetit, a namazit tik, namazit me xhamat tik, agjerim nafile s'ka, sadaka s'ka, dhikr s'ka, lexim të Kuranit s'ka. Atëherë ku? A përshë që në kanë lënë brapa tu marr me tjerë. E kanë lënë brapa. Vazhdo rrugën, sepse këto ajete na mësojnë që neve duhet me vazhdo rrugën pa marrë parasysh të tjera që ka thonë për neve. Ne më rëndësi është me qenë në rrugën e duhur, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, duke lutur Allahun xhalla wa ala që përfitojmë nga këto ajete të Kuranit famlar, sepse më të vërtetë neve na dhon mësime të mëdha,
na mësojmë që me qenë besimtar të vërtet, na mësojmë që ne mos me pas haset, zili, smir ndaj njëri tjetrit, por me dash njëri tjetrin, me ja dash mirën njëri tjetrit, me punu për njëri tjetrin, vetëm këtë mënyrë pastaj me shku tek Allahu xhalla wa ala, dhe Allah azza wa jalla me qenë i kënaqur me ne, wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.